Çfarë i ndodh një njeriu që zgjohet në mëngjes dhe konsumon 2 byrek me gjiz? Në drek 2 sufllaqe, në darkë 1 picë dhe në mes vakteve ka konsumuar pije energjike dhe pije me shumë sheqer, po këtë e ka zakon, e ka të përditshme. Çfarë i ndodh? Ma shpjego, të lutem, se ky fenomen është në masë, shoh shumë në përditshmëri. Do shikosh me kalimin e kohës, ky person duke qenë se ka një tepritës të madhe, përse si ma përshkruve ti, ka një tepritës të madhe sheqeri, karbohidratesh, 27. Nuk ka diferencë midis karbohidratesh dhe sheqeresh, e njëjta gjë. Është thjesht një molekul më e gjatë. Kur flasim për 27 ose për karbohidrate, janë thjesht shumë molekula sheqeri njëra pas tjetrës. Do thon flasim për të njëjtën gjë. Dhe kur ti konsumon vetëm atë gjë, nuk ke më hapësirë për proteina që janë shumë të rëndësishme dhe për yndyrna që janë shumë të rëndësishme. Nuk po jep hapësirë këtyreve. Me kalimin e kohës do kesh rezistencë ndaj insulinës dhe në disa raste mund të shkaktojnë edhe diabet. Dhe diabeti nuk shfaqet brenda një viti. Mund të duhen edhe 15, 20, 25 vite. Plaket më shpejt? Absolutisht po. I shkëlqen fytyra më pak? Absolutisht po. Vdes më shpejt? Po. Në nivel qelizor vdes më shpejt.